Do ju tregoj një shtëpi tipike të Mokrës në Selcën e Poshme, që i përket familjes Oparaku. Mendoj që kjo familje ka ardhur nga Opari i Kocës dhe kanë punuar gurin. Është kjo shtëpia këtu. Kjo është pjesa e hyrjes, shikoni odën. Këtu kemi një odë me oxhak. Muret janë prej guri. Kemi një dollap të vjetër aty. Ecim në katin e dytë. Këtu kemi fotografit e familjes. Ja dhëma tjetër, shtëpia, kjo dhomë ka 3 dritare, të cilat i japin dritë kësaj ode. Po kjo ka dhe një dhomë shumë të bukur, që mu pëlqej shumë që do t'ma tregoj. Ja, është këtu e vogël. Por është e bukur sepse nuk është sobatuar. Muri është me gur shtufi. Dhe shikoni çfarë pamje ka kur dilet jashtë.